Thot Anas ibn Malik radhiyallahu an, ka thënë, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lan yabraha an-nasu yas'aluna amma lam yakun. Thot njerëzit kanë me vazhdu me pyet për gjana që s'kan ndodhur, gjana të paqena. Thot hatta yaqulu, derisa thonë Allahu khaliqu kulli shay, Allah është krijuesi çdo gjaje, faman khalaqa Allah, kush e ka kriju Allah? Shkon se kjo është shenjë profecisë për cilën ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ky hadith është vëllezër çka hadith vërtet madhështor, i cili na tregon rrezikun e vezvesës. Nga njerë fillon vëllezër çka me pak, mirë po shikone ku del atje te gradualisht shkon te Allahu subhanahu wa taala. Ka disa transmetime vëllezër këtij hadithi, ka thënë la yazalu shejtanu bi ahadikum. Shejtani s'lan rahat thot pejgamberi. Derisa të bën pyetje, shtin do shikone vëllezër kurthën e tij. Thot vjen mendime kush e ka kriju këtë, ti thua Allahu, kush e ka kriju këtë Allahu, në fund ta gjun çta thot. Allahu kush e ka kriju? Shkon çka kurthën çka shejtani. Thot pejgamberi kur të mrrini te kjo, thuaj amantu billahi wa rasul. Kum besu Allahun dhe pejgamberëve ti, wal yantahi, edhe nalu. Mos hin lojën e shejtanit. Pse vëllazër se është luftë e humbun. Luftë e humbun, nuk mundesh me dal fitues për asaj lufte. Është e pamundshme. Shkon sigur mendja tash me thon dikush mos mendon diçka. Në pamje të caktuar, a mundesh me nal mendjen ti mos me mendon, është e pamundshme. Si thëmë çfarë është puna e mendjes është çka me blu mendime. Mirë po, duhet me kuptu një jetin kohë që ato mendime kur që nuk dëmtojnë vëllezër. Përderisa domethënë ti çka nuk i shfaq ato, edhe nuk i beson ato bindshëm, edhe nuk i praktikon ato me gjymtyrët e tua. Shkon vëllezër çfarë pyetje e mrapsht që vjen prej shejtanit. Allahu ka kriju çdo gjë, kush e ka kriju Allahun, domethënë vetë brenda këtë pyetje vëllezër çka është? Pavleshmëria edhe dobësia kësaj. Qysh me pyet për krijuesin kush e ka kriju? Nuk mundet me kanë xhanat ose është krijues edhe krijesa. Për krijesë vetet kush e ka kriju, ndërsa për krijuesin vetë ai është i pa fillim. Qysh mundet me kanë krijues edhe me pas çka fillim? Kjo është diçka e pa logjikshme. Qysh Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. A mos janë kriju ata nga asgjëja apo mos e kanë kriju ata vetveten? Pra kjo është ilaçi. Pra mundal vëllezër e jo me hulumtu për përgjigje, se kjo është dëshira e shejtanit. Që me të piklu edhe me të shtitë më thonë që ti tash nuk i nevojë vëllezër që ti tash me sjell argumente logjike, edhe që mi avërtetu vetë se je musliman, nuk ka nevojë vëllezër. Ti je musliman, ti ke mbetë, domethënë je halan islam. Nuk ka nevojë me hin këtë lojë çka shejtani që ta bën vetë. Andaj, thotë shkon Sheikh Albani rahimahullah, ndaj ka mbledhur në silsile sahiha këtë transmetime që kanë ardhur lidhur me personin i cili në zemrën e tij kanë filluar me depërtuar domosht çka këto vezvese. Pe tyre thot është që ka përmend me thon amantu billahi wa rusuli, po ashtu thot me thon Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Pastaj me pshtyle 3 herë në anën tonë të majt. Edhe pastaj me thon a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe po ashtu kanë transmetime nga Ibn Abbasi me lezu ajetin huwa al-awwal wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Allah është i pari dhe i fundit, pra i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Edhe thot me yantahi, e fundit është vëllezër çka me përfundu. Munal, mos me shku mbrapa. Që kjo është defekti të shumë njerëz. Ai thot unë po bëj rukje. Unë po them a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Unë po lexoj Kur'an, unë po fali namaz dhe prapë s'mo lajn rahat vezveset. Pse vëllezër se nuk e ke marr ilaçin plot si pe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Bon e ke marr vetëm një pjesë të ilaçit. Që kërkohet, domethënë me kërku mbrojtjen e Allahut nga shejtani. Mirë po, çish plotsohet vëllezër ilaçi është kur ti nalesh, nuk shkon mbrapa këtyne mendimeve, apo këtyne veprimeve siç tham, që me përsërit abdesin, me përsërit namazin, jo, duhet mu nal vëllezër. Nëse dëshiron çka me shpëtu. Pra kjo është e para, me thana amantu billahi wa rusuli. Dhe Allah thot, wa me ya'tasim billahi, faqad hudiya ila siratin mustaqim. Kushdo që mbrohet me Allahun, ky njeriu se është i udhëzuar në rrugën e drejtë. Në moment që e vren që këto vezvese po fillojnë do me të shqetësu dhe me zan vend zemrën tane, thuje këta. Edhe angazho veten me iman, angazho veten mendjen tane me tauhid, me uluhiyen e Allahut, me rububien e Allahut kështu. Edhe me than Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, surën al-Ikhlas, që përmban do than tauhidin ndaj Allahut subhanahu wa taala.
aspektin teorik, që është sure e cilën Allah e ka veçuar për tauhidin e tij. Edhe si ndërmend më thon këto emra madhështore të Allahut, cilësi madhështore të Allahut, edhe po ashtu e si ndërmend se Kur'ani është shërim për besimtarët. Allah thot kul huwa shifaa'un lima fi sudur. Kur'ani është ka shërim për ata që në zemrat ngjoksa të njerëzve. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Edhe është udhëzim, edhe mëshirë për besimtarët. Kul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifaa. Thuaj Kur'ani për besimtarët është udhëzim edhe shërim. Shkon se po thot Allahu ilaç është shërim. Është shërim. Pastaj me pështy leh 3 nanën tanë të majt, mënyrë që me poshtru shejtanin, me largu edhe me than a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kështu vëllezër na mëson Allahu, thot wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Dhe thuaj o Zoti im, më ruaj nga cytjet e shejtanit. Wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Dhe me ty mbrohem o Zoti im që mos t'i kem pranë ata. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Kanë mund të thotë Allah që po e vren që shejtani po mundohet me cyt, me t'josh, ka e keqja, më njerë thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shkon tash është ngushëllon Allah vëllazër. Pse thot innahu huwas samiul alim. Se me të vërtetë Allahu dëgjon, është gjithë dëgjues edhe i gjithdijshëm. Ta dëgjon çat mbrojtjen tënde që po kërkon ti prej Allahut, mbrojtjen prej Allahut që po kërkon, edhe e din gjendjen tënde. Andaj mos u shqetëso se Allahu është me ty. Edhe e fundit vëllazër çka me i ndërprej vezveset, mos mu marr me to, me i ignoru tërësisht. Është edhe Sheikh Albani kur përmend këta thotë që kjo është ilaçi i dobishëm, të ndaj cilit musliman sot tregon pa kujdesshëm, pa vëmendshëm. Po duhet me marr ilaçin profetik çka të plot, me të gjitha anët e tij, nëse dëshiron me shpëtu. Po si thamë edhe disa njerëz, shikoni, po lexoj Kur'an, unë po bëj dhikr, po bëj dua, mirë po moment që po du mu fal, ose po linda namaz, këto vezvese veç po më shtohen hala ma shumë. Po çka është vëllazër, çka është për shejtanin? Po çka në moment që ti e kap Kur'anin me lexu, ose bën dhikr, çka të paraftyron të gjana për Allahun, ose për ahiretin, apo gjana të mërshme, gjana të shëmtume, edhe i fut to mendime çka në mendjen tënde, edhe në psiqikën tënde. E çka është siç e sekond vëllazër këta, çka është ilaçi për këtë? Që ti vëllazër çka me vazhdu në atë rrugë, sigur ilaçin që e pin vëllazër, i cili është në dobi tane, edhe nuk e ka shijen e idh, nuk të pëlqen mirë, po ti patjetër duhet me e pi. Nëse dëshiron çka me shpëtu. Do shkon pejgamberi sa më na sqaroi. Po alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila waswas. Alhamdulillah që Allahu kurthin e shejtanit se ka bërë diçka më të madhe se sa vezvese. Edhe në hadithin tjetër ju tha sahabive, dha ka sarihul iman. I çetsoj vetë. Kjo është vëzë vlen për gjithë vëzës. Mos thuaj ata janë kanë sahabi, ata janë ndryshë, ata janë kanë njerëz vëzë sikur na. Shikoni ata domthon kanë jetuar me pejgamberin alayhis salam, edhe ju kanë ardhur si mendime. Kështu që përdore këtë ilaç që ka ardhur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos e dëgjoj shejtanin. Shkon pejgamberi sa më thon dha ka sarihul iman, të dy interpretime. Çfarë është imani i sakt? Si shumë rëmon që ajo urrejtja, shqetësimi, tregon që ti je musliman. Mirë, po në anën tjetër vëllazër, disa dietarë kanë thënë vezvesja që po mëron shejtani me hedhje ti, është shenjë se ti je musliman. Domthon çka ai është dëshpëruar prej teje, s'po mundet më të largu pe rrugës së Allahut me cit në kufër, atëherë piklon, shqetëson çka përmes vezveseve, e kjo është shenjë se imanin e ki të sakt. Andaj mos u shqetëso. Kur vjen shejtani dhe thotë, "Ke dal pe fesë Allahu subhanahu wa taala." Ti je munafik. Qysh po lexon Kur'an, kur ti do të po ki kësi mendime, po bën kështu, po bën ashtu, mos e dëgjoj vëllazër shejtanit. Kjo janë vezvese të shejtanit. Merë fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Besoj siç tham Allahut edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më thotë që ky është imani i sakt. Pse po shqetësohesh pastaj? Pse do të thonë çka po e pranon prap vezvesën e shejtanit, pra ai po thotë se ti ke dalë prej fesë të Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po siç tham vëllazër, pejgamberi sa më shikon në fund ka thënë wal yantahi nalu. Bon, mos shko mas hyrë vendimeve që vinë në mënyrë zinxhirore. Nalu, më marr vëllazër shikoni një shembull shumë më praktik, ke kalu pranë rrugës, edhe është një qen aty duke le. Tash çka bën ti? Mënyrë që don me kanë rahat për atij qeni. A mundor domethënë çka me i bërtit, në moment që ti i bërtet ai vesh ko me le hala më shumë. Edhe ndoshta s'ka edhe të sulmon edhe s'ka të kafshon. Çka është zgjidhja e saktë vëllazër? E lën me le edhe ec tutje. Duke u largu, lehjet e tij shkojnë duke u paksu. Shtojnë vëllazër dhe vezveset.
apo me e marrë çka, se në moment që angazhohesh vëllezër me to, ato vetëm eksplodojnë. Edhe vetëm shtohen hala më shumë. Ti po ndoshta e gjeni një rahati çastit për shembull, kur e përsërit namazin, mirë po dije se me këta më ja ke hap derën hala më shumë vezvezeve tjera pastaj. E ilaçi vëllezër çka është injorimi total. Vjen shejtani e fal përsërit namazin, thuaj se përsëriti, e kum falë. He çysh s'pe përsërit namazin, a din që mundesh me ran kufër, mundesh kështu, thuaj nasht, unë që kështu po vazhdoj më. Bon çka je i vendos, domethënë çka nuk lëshon pe. Ai kur të shesit seriozitetin e ton, një herë, dy herë, klen rahat pastaj. Mirë po si thënë vëllezër, Allahu na ruaj. Kur e shesit ti po i përgjigjesh, ai mos prit mëshirë për tina, bon ai veç komë ta ashtu zullumin hala më shumë. Apo një shembull tjetër vëllezër ma praktik më e madh. I duke kalu pra një rrugë, edhe duke kalu po e nuhat një aromë të keqe. Tash ti, çysh është veprimi sakt? A me shku me hulumtu, për ku po del ajo aroma e keqe, apo çka e vazhdon rrugën? E vazhdon rrugën, edhe e stutje. Edhe pastaj kimë kanë çka? Kimë kanë rahat.